Tani, cili është mendimi im lidhur me këtë çështje? Ajo se si, thelbi i gjës është ajo se si duhet ta trajtojmë Spaqin sot. Sa është në përputhje me idenë e një filmi dhe sa kundërvihet idesë si një filmi ose nuk e pranon një film. Dhe këtu unë kam disa argumente. Mbi të gjitha duhet dim këtë, që Spaqi nuk është një Spaq, po Spaqi ka shumë Spaqe. Pra ka një vazhdimsi që nga 68-a deri në 91-shin. Dhe në qoftë se do të shikosh se si ka qenë dhe si është ndryshuar, apo jo? Ka një ndryshim shumë të madh, që lidhet edhe me sensibilitetet të njerëzve të ndryshëm. Sepse ideja është tani që po themi ka ndodhur revolta dhe po themi ta kthejmë ke gjendja e revoltës. Por ata që kanë bërë burgun në baraka, çfarë do thonë ata? Që është pjesë e jetës tyre, apo jo? Po ashtu, unë vetë, me që më pyete, kam shkuar aty në fillim të janar, 1 vit e gjysmë pas revoltës. Dhe unë e kam gjetur Spaqin ndryshe nga që ka qenë revoltë.